Çfarë historie, dëgjoni pak. Erdha për të blerë një çakmak dhurat për festat e vitit të ri te Argjendari Gjikondi, nuk kisha qenë ndonjëherë. Çfarë gjeta? Shoh në banak orat e Jacob & Co, midis cilat që janë nga orat më të mira në botë, ishte dhe versioni i Cristiano Ronaldos. E mbani mend versioni i Cristiano Ronaldos para kampionatit botror të Katarit. Jacob & Co ja dhuroi, duhet të qenë 17-18 nëntor, se mbaj mend si tani, ishte para saj, ja dhuroi Cristiano Ronaldos, edhe u bë gjithë ajo zhurmë. Ky model është sot me seri të limituar, ja ku e ka Cristiano Ronaldo shtata, firmën e tij edhe gjithë gëdhëndjen bazorelief të Ronaldos, dhe është një nga modelet më të sofistikuara. Kështu që pyeta Agronin thash si u gjet kjo në Shqipëri. Agron, mirë se u gjeta i dyve, m'fal, Elis do ta kisha dhënë ty dorën farës. A ta vejë në dorë? Ta provoj një herë në dorë, sepse shumë modeli i bukur. Tani ky është model për ata që duan Cristiano Ronaldo, po është shumë i bujshëm, sepse Jacob & Co ka histori interesante. Ka lindur në Uzbekistan të Bashkimit Sovjetik, edhe babai i tij, me që ishin mos gaboj hebrej, e mori dhe u zhvendos në New York. Që i ri filloi të punonte në Argjendar dhe pastaj pati ëndër të bënte ora. Çuditërisht ka ngritur perandori me miliarda sot. Shiheni pak versioni i Cristiano Ronaldos. Kjo është nga më sofistikuarat, ai i kishte bërë Cristiano Ronaldos dhe një version që quhej Bugatti, nuk e di nëse kemi, ja. Sa shkon ajo? Ajo 600.000 e sipër. Versioni më i shtrenjtë që kishte Cristiano Ronaldo nga Jacob & Co është 20 milion, mos gaboj. Shive si është ora, duhet ta shihni, është komplet transparente mekanizmi, po s'po ja heqim tani. Se dia unë prej sa kohësh e keni marrë ju Jacob & Co? Po kemi rreth 4-5 vjet që e kemi marrë. Edhe ky është versioni Ronaldos, po ky është versioni tamam. Ky është version Floriri apo? Po. Ky nuk e ka. Kjo është Floriri. Po është Ronaldo, po nuk e ka atë. Nuk e ka bazorelievin e Ronaldos. Siç e ka kjo. Kjo është limited edition. Kjo është limited edition komplet. Nuk e di dhe sa kopje është bërë. Swiss Made. Duhet të jetë shumë pak. Shumë pak patjetër, sepse yndet e orat shumë shtrenjta. Si u lidhe me Jacob & Co? Jacob & Co na prezantoi një miku jon i kristaleve i Lalikut. Bertrandi, e njoh dhe unë, e takoj në Paris, po e kam miqësi me të. Vjen nga familja Lalik, që më 100 ca vjet ka përpunu xhamin dhe kristalin në Francë. Edhe i tham që jemi të interesuar për këtë orën, na prezantoi shumë. E keni taku vetë Jacob & Co? E kemi taku disa herë. Jacobin, Jacob & Co i them unë tani se jam bler nga emri. Disa herë në Gjenev, personazh interesant. Ishte edhe në Shqipëri para ca kohësh. Po. Ishte në Shqipëri. Po mirë, si ke lindi, si ke nis me Argjendari, se kur ajo e madhe të marrësh këto ora, këto janë ora nga më shtrenjta të globit. E para një, ka shqiptarë që i blejnë? Ka shumë pak që blejnë, po janë në nivele akoma. Po ka që blejnë? Ka. Kupton apo jo? Kjo është nga orat më të rralla në botë, ka dhe shqiptarë që i blejnë. Po dhe po më thoshe si e ke nisur? Unë e kam nisur në vitin 84, ke Pazari ka filluar punë në Argjendar. Po? Dhe ishte vetëm një dyqan atëherë. Po ti pas ke pas mik që ke hyrë Argjendar? Kisha. Se pa mik Argjendar në kohë komunizmit nuk hyrë dolla. Quhet punë e mirë. Po. Ha? Po. Edhe? Dhe nga viti 84 deri në 90 punova ke Argjendaria, ke Pazari i Ri, thashim ne. Po. Pastaj shkova në Greqi në vitin 90 mbas ambasadave, deri në fund. Si të gjithë. I çik më përpara se të tjerë se Po pra, po me idenë hajde të ikim. Ikim sepse ne ishim i çik përkëdhel këtu në Tiranë, domethënë shifnim televizor e kështu. Edhe ika 90-ën në Greqi deri në fund 93-shit. Fund 93-shit u ktheva në Shqipëri, nga që ata kushurit që kisha atje më thanë hik tani, mjaft ne te këtu. Se kushurit ishin më me në kokë se sa ishe ti. Ishin sepse kishin lind atje. Edhe dinin si ishte si punën. Dhe dinin shumë mirë. Dhe erdha në Shqipëri në fund 93-shit. Fillova, hapa i kiosk të vogël, edhe bëja riparime, punoja gjithë ditën nga mjesi deri në darkë, merja bukën me vete, dhe nuk lëvizja nga dyqanet. Dhe njerëzit rinin rrallë për të bërë riparime. Edhe shisja gjërat vogla që i merrnim, shkova në Greqi, merrën në Po si gjithë shqiptarët, njëri merrte çimçakis, ti ke marr Flori, njëri merrte
Coca-Cola, shumë ishte Shqipëria se Po, kohë. po. Ende kujtoj sot me ato kioskat aty mbrapa bankës si ishte, duket si surreale, duket sikur s'ka ekzistuar ndonjëherë. Skandal. Megjithatë bën punën e vet. Edhe Dhe kur e në hapë këtë 98-ën prenotova këtë dyqanin, në 2000 kam sa e ke hapë blej këtë dyqanin. dyqan nga atëherë ajo ama më thënë. Ishte $500 metri katror. $500 metri katror i Në dyqanit. ato, po, I dyqanit. Po. Ishte duket lirë sot, po. Sot e po në atë kohë ishte shtrejt. pak. Unë nuk kisha humbur. Edhe me këtë ke nis për. Me këtë nisa, bërë edhe i punëtori të vogël nga mbrapa, po që nuk e kisha me pasion. Kryesisht është shitblerja e gjërave të luksit. Pastaj u ktheva ke Kur filloi Shqipëria të kishte treg real për luksin? Mendoj se nga viti 2010 e sipër. Filloi të kishte, a? Filloi të lëvizi. Filloi të lëvizin. Po. Po çka ke këtu? Do më tregosh që ke vis TikTok po. tua ti ke apo Unë kam të mjet. të tua, domethënë këto që shisni këtu apo i ke të bëra për vetë? Po. Jo, nuk janë bërë për mua. Aha. Këto janë koleksion, këto janë trotola quhen. Është vernier, e ky është një Kala. zinxhir që mua më pëlqen shumë, po e quaj zinxhir dhe duke ja ulur E pra se ja ule blerën sa ai. sepse nuk di që çfarë ta quaj. Se thënë një choker është në anglisht, është jashtëzakonisht interesante. Gjithë kompania janë familje që kanë qenë skulptorë. Po, ajo duket si skulpturë i qartë. Janë si element skulpture. Po kjo pjesa këtej, Pjesën këtej çka keni nga ora të grënë? shofare. A ky shopari, po. Ora kemi talë. Keni tago, po, këto janë orat më klasike që kanë qenë edhe më prezente. 170 vjet ka si kompani. 170 vjet Po. ka. Por ja kanë ndryshuar orat me daljen e orave elektronike, janë bën krizë? Ja. Si janë bë fare, Ja. Po, edhe si tu shopari, edhe shopari Shopari. është klasik. 170 vjet ka dhe shofar. Familja, gjithë familja ka futur tani më shumë në punë të bien. Karolina është ajo që bën tani gjithë dizajnin e shoparit. Dhe ne si thua në një farë mënyrë jemi gjithë të varur nga Karolina. Karolina është dhe në Cannes, është shumë e famshme me festivalin e Cannes, ata kanë që nga ajo që vën kurora e festivalit, gjithçka është e tyre. Janë shumë të lidhur me filmin, kanë shumë elemente të filmit. Po, e kanë edhe, është shopari, është më... Dhe kanë një modele klasike, të cilat kanë gjithmonë një lloj vitaliteti. Nuk është ajo klasika që mbetet ashtu dhe ti, okay, nuk e kam unë moshën për Po, këtë ndryshojnë Janë shumë patjetër. vital në këtë gjë. Edhe këtu pravi me shoparit, edhe orat e shoparit, ë? Mile Milja, ja. Mile Milja është e famshme ajo. Ka limited edition. E di, Mile Milja është e famshme, është bërë me rastin e makinave që bëjnë 1000 milje, makinat e vjetra klasike të epokës italiane dhe shopari e bëri me to madje, ripi i shoparit është me gomën e makinave, gomat Michelin të makinave që përdoren, Po. sepse është histori e bukur e shumë. Dikur lexoja shumë për orat, isha më i fiksuar dhe kam humbur në çik shkatësinë. Po këtë e hubloti. Edhe Duponin e keni? Po, patjetër. Goni po Duponi ç'ne? Po, Duponin kam një 15 deri 20 vjet që e kam marrë. Po. Në kohën ku njerëzit këtu nuk pinin puro, se tani pinë gjithë puro. Se dhe që kanë fillu pinë puro. Pinë puro të gjithë. Edhe Mu pëlqente si markë, ishte markë shumë luksoze e franceze. bukur është. Dhe nuk është që këtu ka gjëra dhe ekstremisht shtrenjtë, por ka dhe gjëra bazike fare. Ka nga 100 euro. Po pra, mund ta kesh për një dhuratë mirë që dikush do ta edhe nderosh, mund ta bësh edhe me ka, stilolapse e ka gjitha. disa. Edhe ky është hubloti pastaj. Hubloja është marka që Po Hubloja si ecën? shet më shumë. Shet më shumë hubloja. Hubloja shet se është një markë që e vendosin gjithë ta njerëzit e sportit, Dhe të kushinës. Shefat më të rëndësishëm sot në botë. Mbajnë hublo. Po. Shirja Aleno, që është nga shefat më të famshëm, kanë hublo. Shumica e tyre domethënë kanë. Ndërkohë- lidhur me ta. Po, duhet ta dini një gjë që Agroni dhe unë që kemi jetuar pak edhe atë kohë e dim që shqiptarët njihnin 3 marka orash para viteve 90. Po, po. Domethënë Longines kur u hap, se ishin Longines. Longines e viteve 30 që ishin sjell nga familjet e orëndrejtësve të Tiranës, Omega, Omegën dhe Zenithin. edhe Zenit. Këto treja ishin. Ti e ke dhe Longines? E kam Longinin, po nuk e blejnë këtu, sepse Nuk e blejnë. po këtu vinë du në ora më kushtueshme se sa Ka Longin. domethënë klientel për këtë pjesë. Po, nuk e Ka më duan. shumë orat apo bijut? Kë preferon më shumë? 50 e 50. 50 e 50, Po, 50 a? e 50. Domethënë edhe të gjitha nivelet e bijutve, edhe bijut shtrenjta. Po, bizhu blejnë, domethënë duan. Edhe Laliku tutje. Po. Një nga pronarët e familjes Lalik, familjes, që kanë unë e kam dhe mik e konsideroj këtu e ke Po. Lalikun, ë? Si erdhët me Lalikun nga Bertrandi? Erdhëm nga Bertrandi. Bertrandin e kemi në këto dhe ne kemi
kemi shumë mikë, Bertrandi në një farë mënyrë na nxiti me këto. Përzgjedhja e vazave është përzgjedhja jo. Kuptohet, nuk është një përzgjedhje që ta. Po edhe me standardin e tregut shqiptar, se po hyren La Ligët shumë të shtrenjtë. Sepse mentaliteti ynë për këtë fushë është në fakt shumë i kufizuar. Po ti thuash dikujt do të blesh një vazo, thon do ma thyej pastrusja, do rrëzohet e kështu me radhë. Kështu që momenti i vazos, njerëzit janë të gatshëm të blenë çanta, të blenë shumë gjëra. Po se çantën e kanë dorë vetë, kurse vazot ka hallse ja thyen pastrusja. Një koleksion shumë interesant. Që është zakonshëm, shë kristalit. La Ligu që ta dini ju ka nisur me qelq. Ka nisur me përmënyrën e qelqit, po mbas luftës dytë botërore vitin 44, vendosi të kalonte te kristali. Dhe çfarë ndodhi? Diku në vitet 80 pësoi një krizë të fortë dhe donte ta shiste tek një kompani japoneze. Ministria e Kulturës e Francës nuk e aprovoi shitjen, se e quante patrimoine culturel, pasuri kombëtare të Francës që nuk mund ta blinte një huaj, kështu që u detyrua të blihet nga një zviceran francez, i cili mori rreth 80% dhe pjesën tjetër vazhdon ta ketë familja. Pra shteti francez ishte i gatshëm ta merrte vetë pronësinë dhe La Ligue konsiderohet një nga asetet kombëtare franceze. Po? Kam pasur fatin kur kam shkuar në shtëpitë e Bertrandit, që kam parë skicat që ka vizatuar René La Ligue. Po. Ka treguar që është shumë interesante. Ajo është një nga gjërat më të veçanta. Kishte edhe disa nga replikat, si quajmë, të fillimit fare kur ai ka që ishte në shtëpi. Është shumë interesante. A ju pas keni edhe Breitling, ë? Ja, po. Edhe Breitling dhe Tagoj. E për kështu shikon ti vjen për të marrë çakmak për dhurat, edhe shiça zbulon. Një nga orat më të rralla të globit. Nuk e besoja kurrë që kjo ishte në Shqipëri. S'ka hyrë ndonjëherë ku ke Gjikondi unë. Se di pse, kam hyrë përpara, apo shumë vite përpara. Shumë vite, ja. Shqipe. Kemi taku dhe në aeroport. Pa mira, shumë pastaj. Shqipeni. Vjen për këtë dhe gjen këtë. Shqipe çfarë perle. Është e pabesueshme. Ju e s'mbar atëherë, e vist, që para thash dorën gabim. Ja, ju e s'mbar. Shumë faleminderit. Limited edition, Cristiano Ronaldo është transparente nga dy anët, po s'të lë qesja ta shohësh. Krye vepër.